Kur një auditor vë firmën mbi pasqyrat financiare të një kompanie, ai opinion ka një peshë të jashtëzakonshme. Po, si arrihet deri aty? Si ndërtohet ai besim? Në këtë analizë do të zhytemi pikërisht në zemrën e çdo auditimi, tek evidenca. Kjo në fakt është pyetja kryesore. Mendojini pak si një detektiv që po ndërton një çështje. Auditorët nuk mund të besojnë verbërisht atë që thuhet. Ata duhet të mbledhin prova, fakte, diçka të prekshme. Duhet të ndërtojnë një argument të fortë, të bazuar në detaje. Pra, si ja dalin? Përgjigjja në thelb është kaq e thjeshtë, por zbatimi ai është jashtëzakonisht kompleks. Gjithçka, po absolutisht gjithçka, varet nga evidenca. Pa evidencë të mjaftueshme dhe me cilësi të lartë, opinioni i auditorit është thjesht një mendim bosh. Evidenca është tylla kurrizore e gjithë procesit. Në rregull, le të shohim planin ton. Do të nisemi me rrezikun, sepse ai është motori që vën në lëvizje gjithçka. Më pas, do të analizojmë se çfarë bën një evidencë të mirë. Pastaj, do të eksplorojmë mjetet specifike që përdor auditori dhe në fund, do të shohim se si çdo detaj dokumentohet për të krijuar një provë të pathyeshme të punës. Okej, le të fillojmë me konceptin që jep kuptim gjithçkaje, rreziku. Në botën e auditimit, rreziku nuk është thjesht një fjalë, është forca lëvizëse që dikton çdo hap, çdo procedurë dhe çdo vendim që merr auditori. Ky është makthi profesional i çdo auditori. Imagjinoni pak, të thuash gjithçka është në rregull, kur në fakt thellë ka një problem serioz. I gjithë qëllimi i mbledhjes së evidencës është pikërisht minimizimi i këtij rreziku për ta çuar në një nivel praktikisht të papërfillshëm. Kjo marrëdhënie është një ekuacion fare i thjeshtë, por thelbësor. Kur auditori vlerëson se rreziku për gabime të mëdha është i lartë, përgjigjja është vetëm një: duhet të mbledhur më shumë evidencë më e fortë dhe çdo gjë duhet analizuar me një nivel më të lartë detaji. Pra vlerësimi i rrezikut përcakton drejt për drejt strategjinë dhe thellësinë e punës. Po si duket në praktik një situatë me rrezik të lartë? Këto janë ato që quajmë flamujt e kuq klasik. Një kompani ku menaxhmenti bën shumë vlerësime subjektive, ose që ka pasur gabime të mëdha në të kaluarën, automatikisht konsiderohet më e rrezikshme. Secili prej këtyre faktorëve i thot auditorit: kujdes, këtu duhet të gërmosh më thellë dhe të verifikosh çdo detaj. Pra, e kuptuam që na duhet evidencë, por jo çdo evidencë vlen njësoj. Tani, le të kalojmë tek cilësia, sepse këtu qëndron sekreti një auditimi të suksesshëm. Dëgjojeni me vëmendje, kjo nuk është thjesht një këshill, por një mandat profesional, i gdhendur në standardet e auditit. Vini rreth dy fjalë të kyçe, e mjaftueshme dhe e përshtatshme. Ato janë dy anët e së njëjtës medalje dhe së bashku përcaktojnë standardin e artë të provave. Kjo ndarje është kritike. Mjaftueshmëria ka të bëjë me sasinë. Pra, a kemi mbledhur mjaftueshëm prova? Por përshtatshmëria ka të bëjë me cilësinë. Do me thënë, a janë këto prova të besueshme dhe a lidhin realisht me atë që po përpiqemi të vërtetojmë? Sepse mund të kesh një mal me evidencë, por nëse është e cilësisë së dobët, nuk vlen absolutisht asgjë. Cilësia triumfon gjithmonë mbi sasinë. Dhe çfarë bën një evidencë cilësore? Detajet e origjinës së saj. Një konfirmim i marrë drejt për drejt nga banka e klientit është pafundësisht më i besueshëm se një raport i printuar brenda kompanisë. Evidenca që auditori e siguron vetë, si për shembull vëzhgimi i numërimit të inventarit, është shumë më e fortë se një premtim nga menaxheri, dhe sigurisht një dokument origjinal vlen më shumë se një fotokopje. Në rregull, tani që e dim pse na duhet evidenca cilësore, le të shohim format specifike që ajo merr. Këto janë mjetet praktike që auditorët përdorin në terren për të mbledhur prova. Kjo është forma më e zakonshme. Auditorët kalojnë orë të tëra duke shfletuar dokumente, por pika kritike është gjithmonë burimi. Një faturë nga një furnitor i jashtëm konsiderohet shumë e besueshme se një faturë shitjeje e krijuar nga vetë kompania, thjesht sepse kjo e fundit mund të manipulohet më lehtë. Ndonjëherë, mënyra më e mirë për të vërtetuar diçka është ta shohësh me sytë e tu. Kjo është evidenca fizike. Nëse pasqyrat financiare thonë se kompania ka 10 kamion, auditori mund të shkojë dhe t'i verifikojë fizikisht. Për stoqet, vëzhgimi i numërimit është një procedurë standarde dhe tejet e fuqishme. Kjo konsiderohet një nga format më të forta të evidencës. Në vend që të pyesësh kompaninë se sa para i detyrohen klientët, auditori u dërgon një letër direkt atyre klientëve dhe i pyet:
A është e vërtet që i detyroni këtë shumë kompanisë X? Përgjigjja që vjen direkt tek auditori nga një palë tretë e pavarur, kjo është evidencë standardit të artë. Mirë po, mbledhja e gjithë kësaj evidence është vetëm gjysma e betejës. Gjysma tjetër, po aq fritike, është dokumentimi i përpikt i çdo hapi. Sepse në auditin fle një rregull i artë, nëse diçka nuk është dokumentuar, konsiderohet se nuk është bërë kurrë. Ky regjistrim njihet si letrat e punës. Ato janë ditari i gjithë përfshirës si auditit, historia e plotë e punës së kryer. Ato tregojnë çdo procedurë, çdo provë të mbledhur dhe çdo konkluzion të arritur. Këto dokumente janë dëshmia se puna është bërë me profesionalizëm dhe rigorozitet. Letrat e punës nuk janë thjesht sa shënime. Ato janë baza mbi të cilën ndërtohet opinioni final. Ato shërbejnë si mbrojtja kryesore nëse puna e auditorit vihet ndonjëherë në dyshim. Përveç kësaj, ato ndihmojnë në menaxhimin e auditit aktual dhe shërbejnë si një burim i paçmuar informacioni për vitet e ardhshme. Dhe kjo skeme tregon në mënyrë perfekte. Shikoni si fillon nga shifra e përgjithshme në pasqyrat financiare, zbret te një skedul kryesor për një llogari specifike, si paraja, dhe më pas ky skedul lidhet me evidencat konkrete, siç janë konfirmimet bankare. Kjo krijon një zinxhir të qartë dhe të gjurmueshëm, nga shifra përfundimtare deri te detaji më i vogël. Po sa kohë duhet të ruhet ky dokumentacion kaq i detajuar? Për kompanitë publike, ligji Sarbanes-Oxley, i cili ka vendosur standarde globale, kërkon që letrat e punës të ruhen për të paktën 7 vjet. Ky numër nuk është i rastësishëm. Ai nënvizon në rëndësinë e tyre ligjore dhe rregullatore. Për ta përmbledhur, gjithçka fillon dhe mbaron me evidencën. Procesi i auditimit është si një ndërtim logjik ku çdo tull, pra çdo provë, duhet jetë e fortë dhe e vendosur në vendin e duhur. Sasia, cilësia dhe dokumentimi i saj janë ato që e shndërrojnë një sër numrash në një pasqyrë financiare të besueshme. Dhe kjo na lë me një pyetje për të reflektuar. Nëse të gjithë auditorët ndjekin të njëjtat procedurat, çfarë bën një auditim të dalë mbi të tjerët? A është thjesht zbatimi mekanik i rregullave, apo ndoshta është arti i gjykimit profesional, thelësia e skepticizmit dhe aftësia për të parë historinë që fshihet pas detajeve?